Territori i Kosovës për datën 27 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht të qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore priten vranësira të lehta kalimtare, por mundësia për eshje mbetet shumë e vogël. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja fijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Era do të frejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit do të jetë rreth orës 5:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 29 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 17 deri në 33 gradë Celsius. Podujev, 16 deri në 32 gradë. Skënderaj, 17 deri në 33 gradë. Pej, 17 deri në 33 gradë. Prishtinë, 17 deri në 33 gradë. Qakov, 18 deri në 34 gradë. Malishev, 18 deri në 34 gradë. Qilan, 17 deri në 33 gradë. Ferizaj, 17 deri në 33 gradë. Kaçanik, 16 deri në 32 gradë. Suharek, 17 deri në 34 gradë. Prizren, 18 deri në 34 gradë.